Përshëndetje, Luna. Haj. Si po ndihesh? Mirë. Ti... Luna, më tregohet çka të breku të debati me Lavin. Te debati me Lavin më ka prek që Lavi më prek vazhdimisht në familje, edhe Lavi edhe ka kërcnu, ka ofendu, do me thonë edhe prek, do me thonë me plot djenit preken plakt, edhe e kum thonë që një miher Lavi prek aty ku s'duhet, edhe aty ku t'zem mas shumë ti. Nashtë edhe në plak që nuk t'u kanë shëru hala, edhe del jashtë lojës, do me thonë kjo nuk quhet po lojë. Çka mendon që përmban Zarfi? Unë mendoj edhe shpresoj që Zarfi është një eliminim për Lavin. Mendoj që përmban kërcënimet që i ka bo, prekje në familje, ofendimet, thyrjen e pasqyrës, prekja në fe, në kamp, do me thonë të nga dzezat që i ka bo. Njëjtë që është edhe Zarfi i zi, është edhe zemra ti.